së Kuvendit të Republikës së Kosovës me kryetarët dhe nënkryetarët, në kuadër të hapave të cilat duhet marrë drejt procesit të zhbllokimit karshi proceseve në kuadër të formimit të institucioneve, është marrë edhe ky hap i dërgimit të ftesave për takime eventuale konsultative në sensin e një dakordance në mënyrë që të bëhen hapa konform pra funksionalizimit të institucioneve, gjë të cilën ne si deputet dhe përfaqësues të popullit është një nga përgjegjësitë bazë që i kemi, pra ne jemi aty për të shërbyer qytetarëve për funksionalitet të plotë të institucioneve, gjithashtu edhe funksionim të përgjithshëm të shtetit dhe në sensin që të mos mbetemi pjesë edhe në proces të barikadave dhe bllokimeve, pra është bërë një hap në sensin e një takimi konsultativ së bashku me 2 partitë tjera, konform pra 3 partive që ju takojnë pra kryetar dhe nënkryetar. Pra mbi atë bazë janë dërguar edhe ftesat. Ne pam që nga ana pra e Partisë Demokratike pat pra një konfirmim të pjesëmarrjes, në sensin edhe të kuptimit që politika pra në thelbin e saj ka të bëjë me çështjen e vizionit politik dhe strategjik për vendin, gjithashtu edhe me përgjegjësitë që i kemi karshi qytetarëve dhe padyshim që nuk më duket serioze qasja e LDK-s në kuadër të pozicionit të saj. Në fakt, synimi i këtij takimi dihet zonja Satosi, për të siguruar votat, për ta konsideruar Kuvendin e Kosovës, që ju nuk e keni 8 herë dështime radhazi. Nuk mund të them dështimit radhazi, sepse Kuvendi i Kosovës është një institucion i përbashkët, ku udhëhiqet ose bashkëudhëhiqet nga partia fituese, mirë po gjithashtu edhe nga partitë tjera, sepse është institucioni më i lartë i përfaqësimit qytetar dhe pastaj konform fuqisë politike e cila është dhënë sipas numrit të deputetëve dhe që konfirmohet dhe validohet nga një proces zgjedhor, bëhet edhe ndarja e funksioneve. Aty nuk ka 2 shumica, aty ka pra kryetar që zgjidhet dhe nënkryetar që zgjidhen nga partitë tjera, që nuk kupton që është e pamundur 2 anë t'i kenë shumicat kur vjen tek propozimi i kandidatit. Andaj duke kuptuar rëndësinë e kuvendit dhe hapave të tjerë karshi funksionalitetit të plotë institucional dhe zhbllokimit të proceseve në të cilat ndodhemi aktualisht, besoj që është e vetëdijshme dhe duhet ndërmarrë pra hapa konkret në sensin e krijimit një atmosfere të cilat e mundson që të konstituohen Kuvendi i Kosovës së bashku me trupat e saj të cilat ka të bëjë pra me kryesinë, komisionet dhe pjesë tjera. Pra kjo nuk është përgjegjësi ekskluzive një partie politike, pra të gjithë partitë kanë përfaqësim aty, sepse gjithashtu ne nuk ndërhyjmë asnjëherë në kuadër të propozimeve për kryetarët, nënkryetarët, qofshin të komisioneve, qofshin të delegimit të kryesisë, të cilët kanë bërë edhe grupe tjera parlamentare, sepse janë dispozitat kushtetuese të cilat i tregojnë dhe i delegojnë këto kompetenca tek sipas forcave politike që janë në kuvend. Çfarë presni të prodhoj takimi i nesër mes Memni Krasniqit dhe Albin Kurtit, zonja Satosi? A mund ta zhbllokoj këtë situatë, këtë ngërç, këtë blokadë në Kuvendin e Kosovës? Po esenca e takimit pra është pikërisht pra që të zhbllokohen të proceset institucionale, sepse pra ne kemi dhënë propozimet tona, gjithashtu edhe argumentet tona karshi kandidatës të cilët ne kemi propozuar si kryetare të Kuvendit, në kuadër edhe të legalitetit dhe legitimitetit të cilat ekziston, gruaja më e votuar karshi zgjedhjeve të vitit 2025. Që ka dështuar 7 herë për të zgjedhur kryetare e Kuvendit. Po argumentet të cilat kanë qenë, pra nuk përbëjnë asgjë faktike apo argumentuese, na e patëm edhe një proces paraprak i cili gjithashtu e bllokoi, le të themi, çështjen e konstituimit të Kuvendit, e cila lidhej me çështjen e verifikimit të mandateve, ku edhe ajo na humbi kohë pra në këtë proces, ku nuk pat asnjë argument politik, asnjë çështje politike të ngritur, mirë po vetëm si procedurë administrative e cila u bllokua dhe u dash edhe nga deputeti Dehari që të bëjë një thirrje në kuadër të një vetdije karshi këtij procesi dhe nevojës që ky të zhbllokohet. A shkohet në këtë takim nesër pra me një ide të kompromisit apo jo? Sepse qëndrimet e partive të tjera parlamentare tashmë dihen, nuk e vetojnë Albina Haxhiun. Përbërja e kryesisë është nga pozita dhe nga opozita, nëse mund ta quaj, pra tani të gjithë jemi deputet. Janë të ndarë procesi. Ne kemi të drejtën ekskluzive të garantuar nga kushtetuta, gjithashtu dhe rregullorja e Kuvendit të Kosovës, mbi propozimet tona, gjithashtu dhe ata e gëzojnë po atë drejtë. Do të ishte situate pafavorshme për 2 anët, në qoftë se ne arrijmë, le të themi, ta sigurojmë shumicën e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, e pastaj dhe ne të shprehim preferencat ose mos preferencat tona karshi
propozimeve që mund të vinë nga dy partit tjera. Andaj, në qoftë se njëra anë arrin të asiguroj pozitën, prap krijon një gërsh karshi konstituimit të kuvendit, sepse që të konstituohet, duhet konstituohet e tërë kryesia, andaj e kërkon pra që të ketë një farë lloj dakordance të përgjithshme karshi propozimeve të cilat i delegojnë partit politike. Çfarë opsioni do të shkoj nesër? Pra, vetëvendosje ju si partner me guxon dhe alternativen në takimin e nesërm do të ketë kompromis këtu apo jo? Ndryshim të emrit të mundshëm të Albin Haxhiut, kandidatit tjetër apo jo? Ne kemi qenë shumë të qartë karshi propozimit të cilat e kemi dhënë dhe legitimitetit që gëzon kjo kandidaturë, karshi numrit të votave, ku elektorati ja jep një farë lloj validiteti dhe verifikimi kandidatin raport me peshën e tij politike, qoftë në aspektin elektoral, qoftë në aspektin partijak, dhe gjithashtu duke qenë pra një grua e cila aktualisht, pra në konform zgjedhjeve të vitit 2025, pra gëzon mbështetjen më të madhe qytetare. Ky argument është i pamjaftueshëm për partitë e tjera parlamentare. Për PDK-n, për LDK-n, për AK-n, zonja Satoci, ja ta përfundoj. Nuk mund ta paragjykojmë, po ju më kuptoj mu që t'i japi unë përgjigjet e mia, kështu që po i parashtruat pyetjet, kështu që unë po tentoj që shfrytëzoj kohën që të përgjigjem. Patjetër, e keni kohën. Ne kemi pasur që edhe ka pasur aty këtu pra kandidat edhe nga grupe tjera politike të cilat kanë thënë që ndoshta mendojnë ndryshe, mirë po janë shpeshherë qëndrimet politike të partive dhe subjekteve tyre politike të cilat e paraqesin një blokadë edhe për ta individualisht. Besoj që shtrimi i çështjeve në një rrethon e cila e krijon atmosferën e nevojshme që të ecë së tutjet me proces, e jo mos kemi një rrethon ku potencialisht ne krijojmë shumicën për zgjedhje të kryetarit të kuvendit, kurse pastaj pra mund të përdorim të njëjtën metodë karshi preferencave tona se kush duhet të jetë i deleguar nga LDK-ja, kush duhet të jetë i deleguar nga PDK-ja. Kështu që mundësia pastaj për çështje të bllokadave ekziston nga dy taborët, po nuk besoj që ai duhet të jetë qëllimi jon. Ne jemi aty pikërisht të marrë në çështjet të cilat janë më të rëndësishme, sikurse çështjet e sigurisë, çështjet e buxhetit, çështjet e ekonomisë, e rrethonave të tjera të cilat janë edhe të një sensitiviteti të kohës edhe rrethonave politike, gjeopolitike, dhe ne jemi aty për të shërbyer qytetarit. Kështu që besoj që të merresh të parasysh do të kishte konsiderim që në fillim të kuvendit të Kosovës, por zonja Satoci. Mund të paragjykojmë, ne patëm bllokadën e fillimit, mirë po pas disa takimeve arritën që të zhbllokohet, kështu. A mund të ketë ndryshim, pra, të rrethonave, të kandidatëve qoftë për kryetar të kuvendit edhe besoj kesh e qartë, ne mund të përsëritem vazhdimisht, mirë po kesh e qartë që propozimi jon pra është Albin Haxhiu. Nuk ka fare lëvizje nga ky. Pra argumentet janë të qarta, karshi propozimeve tona. Ne nuk kemi ndërhyrë në propozimet potenciale nga dy parti tjera, sepse është e drejtë ekskluzive tyre dhe gjithashtu për tri këto funksione pra ka dispozita dhe kushtetuese se kujt i takon, kush e gëzon mbështetjen politike partijake dhe kush vlerësohet pra dhe karshi legitimitetit qytetar dhe mbështetjes me votë që e prodhojnë një të vërtet me të cilën dhe ne kemi vendosur që ta mbështesim tutje. Por partia e vetme pra që e pranoi këtë ftesë, PDK-ja, insiston dhe kërkon në reflektim nga vetëvendosja dhe partnerët të tjerë që të ketë ndryshim të kandidatit për kryetar të kuvendit. Nuk mund të gjykojmë më rrjedhjen e potencialisht takimit dhe diskutimeve se si mund të ecë në tutje në kuadër të asaj se çka po thuani ju në rrafshin e interpretimit të letrës nga ana e PDK-s. Unë po e them pikërisht se ku qëndrojmë ne dhe cilët janë propozimet tona. Mund ta lexojmë ekran pas pak. E kam lexuar, besoj e kam qartë, mirë po nuk mund të parashikoj nëse mund të ndryshojnë qëndrimet e tij ose potencialisht pra që të kuptojnë situatën dhe interesin e përgjithshëm karshi institucionit. Pra akoma prisni në një reflektim të mundshëm nga partitë e tjera parlamentare, por jo si vetëvendosi. Sepse është e drejtë ekskluzive që i takon të parit që atë që e konsideron që ta jep propozimin e tij. Të njëjtin ekskluzivitet që e gëzojnë dhe partitë tjera, jo vetëm në çështjen e kryesisë, po edhe në çështjen e komisioneve. Edhe unë mund të kem pasur preferenca ose mos preferenca për potencialisht kryetarët e komisioneve, rrethonave të tjera, mirë po ajo ka qenë në diskrecionin e plot të partive politike se kë e delegon në cilën përgjegjësi edhe në cilën trup të kuvendit të Kosovës. Pra këto janë të qarta dhe nuk do duhet të ishin çështje e diskutimit të preferenca, sepse po të them, pra që është tërësisht e mundur që të hyjmë në një ngërsh ku edhe po të asigurojmë ne shumicën, pastaj mos t'i votojmë kandidatët e propozuar nga grupe tjera pra politike. Ai nuk është qëllimi, ky institucion pra duhet të konstituohet që pastaj të vazhdojmë tutje edhe me formimin e qeverisë dhe me procese tjera institucionale dhe përgjegjësitë karshi institucioneve dhe qytetarëve. Duke parë këto sinjale,
qëndrime, pritjet mund të jenë të vogla për një dakordem nesër apo jo, mes zotë Krasniqi dhe zotë Kurti. Nuk do të isha idhëtare e një qasje të tillë pesimiste. Unë besoj që neve duhet të na udhëheq pra ideja e përgjegjësive të cilat kemi. Ky është një proces i përfunduar dhe i marrë valide karshi. Unë po them që besoj që të arrihet pra edhe mbështetja e nevojshme në mënyrë që të ecet tutje dhe me kandidaturën që ne kemi propozuar. Unë besoj që çështjet këtu është një proces i mbyllur, zgjedhjet kanë përfunduar, numri i ulëseve dhe i deputetëve është përcaktuar sipas vullnetit qytetar. Ai vullnet qytetar duhet të vihet në funksion karshi përgjegjësive dhe të drejtave të cilet ja u përcakton Kushtetuta e Kosovës, gjithashtu dhe baza ligjore tjetër mbështetëse. Kështu që e gjitha kjo rrjedh pra si rezultat i një procesi zgjedhor i cili ka qenë determinues mbi këto organe të shtetit dhe nevojës tonë që të funksionalizojmë dhe të ecim tutje, sepse besoj që ka shumë çështje të cilat janë absolutisht shumë të ndihshme, çështja e sigurisë, çështja e forcimit të aleancave ushtarake që pam sfundi, qoftë me Kroacinë, me Shqipërinë, me Maqedoninë, rrethana të tjera gjeopolitike, aspekte të tjera buxhetore, ekonomike dhe shumë rrethana të cilat besoj që duhen vëmendjen institucionale. Pse kjo insistim, kjo këmbgulsi nga vetëvendosja dhe partnerë tjerë për Alberina Agjiun, kryetare të kuvendit, zone Satovci edhe njëftë? Sepse është e drejtë ekskluzive, të cilët ja ka garantuar Kushtetuta dhe të cilën e ka bazën e saj mbi mbështetjen. Nuk i mori votat dhe mjaftueshme. Madje herën e fundit 24 vota, 3 më pak. Çështja e preferencave, lutem, ne sqaruam, kishte të bëjë me mungesat eventuale të deputetëve, asgjë të lëvizjes së vullnetit politik të asnjërit. Pra kjo është e drejtë ekskluzive të cilën ja ka garantuar Kushtetuta konform legitimitetit dhe mbështetjes qytetare. E jona është që as ta përkthejmë në funksionalizëm të plotë të institucioneve dhe të ecjes tutje. Argumenti besoj është shumë i pastër dhe i qartë. Sepse Lagoniuca kishte një batutë me partitë e tjera parlamentare. E kemi aty pra për nesër dhe do të jemi po të gjithë. 57, jo më shumë apo? Të shohëm, t'ja lejmë të njëjtës e nesërme. Duke ne optimiste për nesër, apo jo zone Satovci? Të shohëm tash, unë jo domosdoshmërisht mund të parashikoj çdo rrethon, mirë po ne të gjithë karshi pra koalicionit që kemi pra si vetëvendosje guxo dhe alternativa, do jemi aty dhe do jemi në mbështetje të plotë të kandidaturës që e kemi propozuar. Sërish, një ftesë të dytë, LDK-ja e refuzoi ndaj Albin Kurti. Pse mendoni zone Satovci ky refuzim që vije nga LDK-ja të parin për një takim pas zgjedhjeve dhe sërish të sotëm? Këtë unë e cilësoj totalisht pra as pak institucionale dhe tërësisht ju serioze në kuadër të interesit të përgjithshëm që ka vendi dhe interesit të kohës dhe nevojave qytetare. Unë mendoj që LDK-ja është zhytur në një inat pas rezultatit të zgjedhjeve që ka marrur, sepse ka proklamuar vetën si potencialisht edhe fituese të zgjedhjeve, kurse ka përfunduar pra e treta që e bën atë pra me një humbje të thellë karshi pritshmërive të saj. Edhe jo e keni sinuar 500.000 vota, por si keni arritur dot? Po prap ne kemi përfunduar me një 48 deputet të cilët besoj që është absolutisht një fitore e madhe dhe një mbështetje e madhe qytetare. Në rregull, është rregull. Çështja e 50%-shit, pra është një momentum historik. Mos e harrojmë këtë ka qenë një referendum qytetar. Rrethanat të tilla jo domosdoshmërisht janë lehtë të mirëmbajtshme, sepse janë historike, janë të veçanta që reflektojnë nga një mllaf qytetar i akumuluar ndër vite për politikën në Kosovë që ka ndodhur për 20 vite më tutje dhe nevojës për një alternativë të re politike në vend. Aty ka qenë reflektimi qytetar. Mirë po dëshpërimi tyre është shumë i thellë. Këtë po e manifestojmë me një inat edhe këtë qasje destruktive kanë ndaj të gjithë spektrit politik. Po çka e bën ende më të çuditshme këtë është se nga pozicioni i tretë i një humbjeje të thellë, pra dalin me kërkesën për kryeministër. Pra kjo e bën që këtu mos ketë kurrë as programore, as parimore, por e gjitha është personale për pozicionin e tretë dhe kërkesën për pozitën më të lartë. Kam përmendur shumë arsye. Dhe në rrethana të tilla, jo, nevoja kërkesa për kryeministër. Për gjuhën që ka përdorur zoti Kurti ndaj LDK-s, të tjera ofendime që sipas tyre kanë qenë të rënda. Edhe unë besoj që ti e din sakt që çështja e gjuhës as pak nuk është argument në këto rrethana.
Ne e njohëm të kaluarën e politikës tonë në Kosovë dhe e dim edhe në të kaluarën se çfarë gjuhë është përdorur edhe çfarë akuza kanë pasur ndaj njëri tjetrit, edhe në pikën pra ku janë akuzuar edhe për vrasje politike të aktivistëve politik, po nuk kanë humbur rastin për të bashkëpunuar e për të bërë koalicione me ta. Kështu që kjo as pak nuk qënë peshë e as pak nuk qëndron, sepse kërkesat e tyre për kryeministër nuk prituan që po ditën e nesër pra që t'i kumbojnë e t'i thirrën zëshëm, në sensin pavarësisht pra që dolën të tretër për kundër pritshmërive besoj të tyre edhe atyre të cilat i kishin proklamuar në opinionin publik. Kështu që kjo më shumë i bën pra në atë sensin sikurse unë do të marr të gjitha ose asgjë, e kjo besoj që nuk e ka argumentin e mirëfill të nevojës politike dhe institucionale. Jo, partitë politike janë aty për të shërbyer qytetarëve. Ne jemi aty për të shërbyer qytetarëve, jo për të ndosur edhe për tendencën për ta shfrytzuar një moment politik. Në këto 8 seanca nuk është dhënë shembull i tillë, zonës Atosi. Në çfarë sensi? Për të shërbyer qytetarëve, obligim për të krijuar institucione të reja, në gjitha subjektet politike, më shumë fituesi të zgjedhjeve. Në cilin hap ne kemi qenë konkret, kemi qenë specifike dhe kemi qenë edhe kërkues, qoftë edhe atëherë kur argumentet e tyre nuk kishin as pak sens, në sensin që të vazhdohet tutje drejt konstituimit të institucioneve. Si në çështjen e parë me raportin e verifikimit të mandateve dhe thirrjes tonë për reflektim, si tashmë tutje mbi kërkesat të cilat nuk kanë asnjë argument të kauzave politike, mirë po janë çështje preferenciale që dikujt i pëlqejnë apo si pëlqejnë. E unë nuk besoj që kjo është qëllimi se si operohet. Ne jemi aty pra për qytetarët, nuk jemi aty për preferencat e individëve. Po, a mos u vonuat pak me këtë ftesë ndaj dy partive të tjera? Ndaj PDK-s dhe LDK-s 7 dështime, 8 e 9 nesër. Nuk mund ta quaj dështim sepse ne thashë edhe më herët që ka pasur edhe një letër paraprake e cila ka dërguar pra kryeministrit Kurti që të bëhet pra një thirrje për takim. Ka pasur thirrje të vazhdueshme nga kryesuesi i seancave, pra zotëri Dehari, që të ketë takime konsultative potencialisht pra me përfaqësues e këtyre partive politike, dhe në shumicën e këtyre rrethanave, apo në të gjitha rrethanat mund të them, pra përfaqësues të LDK-s kanë munguar e përfaqësues të grupeve tjera politike, kryesisht kanë thënë që janë ardhur për respekt për hir edhe të moshës deputetit Dehari dhe aspekte të tjera, mirë po jo domosdoshmërisht me vullnetin për ta zgjidhur çështjen dhe të ecur tutje me institucionin. U shfaqet të jetë optimiste për nesër, por ka pasur edhe tentime për deputetë të partive të tjera se do të mund ta votonin për kryeparlamentaren me pas që konstituohet Kuvendi i Kosovës. Një tentim ka qenë edhe nga Lahu Konjuca për votën e Marigona Gecit zonës Atosi. Përbes, unë besoj që jemi këtu për të diskutuar mbi zhvillimet politike të përgjithshme, unë nuk kisha dashur me komentu mbi deklaratat e asnjërit, pa qenë vetë e përfshirë në proces. Por është konfirmuar, edhe nga kabineti zotit Konjuca, edhe nga ju mund të diskutoni pikërisht nuk kisha dashur me hyrë në çështjen e diskutimeve private që i bëjnë dy njerëz pa e ditur as kontekstin e as rrethanat mbi të cilat janë zhvilluar. Pa dyshim që ne jemi vazhdimisht në kontakt me qytetarët e me palë të ndryshme, të cilët shpeshherë edhe shprehin vullnetin për të ndihmuar në një formë ose tjetër, ose për të pasur një diskutim që mund ta zgjojë një këndvështrim mbi një spektër edhe gjykim të rrethanës edhe të situatës. Mirë po pa i ditur detajet edhe pa i ditur kontekstin e një gjëje, nuk besoj që unë jam adresa për të komentuar mbi këtë proces, sepse besoj që është shumë private dhe shumë personale që është çështje publike, nga se është tentuar që të ketë edhe një vot më shumë, pikërisht nga një deputete e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Ne Kosovës. kemi të bëjmë aty me proces të konstituimit, nuk ka këtu asgjë që e bën të jashtëzakonshme, sepse ne po i bëjmë edhe publike pra dhe ftesa karshi edhe kryetarëve të partive politike, dhe çështja e diskutimit potencialisht të gjykimit një situate, cila është të interesit të përgjithshëm, nuk shoh diçka të jashtëzakonshme në këtë proces, mirë po them edhe një herë që nuk do kisha dashur të lëshohem në diskursin e një diskutimi privat, pa e pasur personalisht asnjë konfirmim edhe pa e ditur rrethanat edhe kontekstin mbi cilat është zhvilluar. Mirë po them që shpeshherë pra ka palë të cilët nga vullneti për të bërë diçka mirë dhe për të ndihmuar një çështje pra për shkak të afërsisë ose njoftësisëve që i kanë me kandidat potencial, pra shpeshherë tentojnë ndoshta edhe që ta shfrytëzojnë edhe atë hapësirë për të dhënë një mendim ose një këndvështrim ndryshe që potencialisht reflektojnë mbi atë perspektivë. Po, përtej
konstituimit të Kuvendit të Kosovës, zonja Statovci, a mund të ketë një tjetër kapërcim me PDK-n, bashkëpunimi eventual me PDK-n pra në bashkëqeverisi? Diferenca tona me PDK-n janë evidente, mirë po kjo prapë është një partije cila ka pra 5 vite që është në opozit dhe ka dhe një leadership të ri. Çështja e diskutimit mbi këtë rrafsh, pra pa dyshim që është e kryeministrit Kurti, i cili i udhëheq çështjen e diskutimeve karshi formimit të qeverisë. Është evidente që ne kemi tërësisht pra 48 deputet, që në kupton që do të jetë nevojshme edhe mbështetja e deputetëve eventual. Ka pasur diskutime pra dhe me grupet minoritare në sensin e në krijimit të mbështetjes së nevojshme për një qeveri edhe funksionimit të përgjithshëm karshi sektorëve dhe dikastereve që drejtojnë. Mirë po çështjen tjetër, pra kjo është në tërësisht pra në ekskluzivitetin e kryeministit Kurti, i cili udhëheq këtë pjesën e diskutimeve potenciale, gjithashtu edhe opcionit më të favorshëm karshi interesit qytetar. Por mund të ketë edhe një ofertë të tillë apo jo, edhe për PDK-n? Nuk mund ta paragjykoj. Nuk jam në dieni të potencialisht një opcionit të tillë ose mundësisë për një opcion të tillë. Thash që diferencat tona edhe dallimet tona janë evidente. Mirë po kjo prapra është çështje të cilat i takon kryeministit Kurti, i cili si kryeministër e ndërton edhe kabinetin e tij qeveritar dhe është në përgjegjësinë e të parit, pra atëherë mund të themi që është në përgjegjësinë e të parit që të sigurojë pra mbështetjen e nevojshme që të ketë pra një qeveri stabile dhe funksionale. Si po jo ecën negociatat, bisedimet me nismen socialdemokrate, zona Statovci? Unë thash edhe më herët që unë nuk jam e përfshirë në procesin e negociatave dhe diskutimeve, por ata kemi pasur edhe votat e tyre, por që s'janë mjaftueshme as nga nisma socialdemokrate. E kuptoj, mirë po çështja e diskutimeve nga një parti politike e cila ka shprehur vullnetin dhe gatishmërinë që kontribojnë në procesin e formimit të institucioneve, pra mund të ketë diskutime dhe çështje të cilat mund të kenë për të kuptuar edhe perspektivën e tjetrit dhe qasjen e tjetrit karshi proceseve, mirë po asgjë të konkretizuar ende, sepse llogaritet si një hap i radhës pas konstituimit të kuvendit. Dhe a mund të ketë, nëse jo, konstituim të kuvendit gjithçysh duhet të ketë, por dakordim edhe për të shkuar në zgjedhje të reja, nga se ka propozime, pikërisht edhe nga kryetari i PDK-s Memli Krasniqi që ka përmendur edhe 15 qershorin si datë të mundshme, por hezitim nuk ka as nga vetëvendosje për të shkuar në zgjedhje të reja. Absolutisht, në qoftë se ne mbesim në një cikël të ripërsëritjes së kësaj çështje, ku ne vazhdojmë tutje me kandidaturat dhe përmbushjen e obligimeve tona karshi dispozitave kushtetuese, një prej opsioneve të cilat mund të konsiderohen, pra janë edhe zgjedhjet. Ne nuk kemi qenë as pak as hezitues të edhe këtij opsioni, sepse argumentet të cilat i përdor opozita për të sabotuar këtë proces nuk kanë të bëjnë kurrë me kauza politike, nuk kanë të bëjnë kurrë me çështje të interesit publik, nuk kanë të bëjnë kurrë me çështje të ndonjë sensitiviteti ose ndonjë çështje të cilat ka ndërlidhje me atë për çka ne jemi të mandatuar. Janë kryesisht shfrytëzim ose oportunizëm i situatës dhe një tendencë për të bllokuar institucionet. Ne andaj në rrethana të tilla, në qoftë se edhe ajo mbetet si opcioni fundit dhe ne kemi gatishmërinë tonë që potencialisht në qoftë se kjo është situatë e cila mbetet vazhdimisht në përsëritje, të shkojmë edhe në zgjedhje dhe atëherë të marrim edhe validimin qytetar. A është ky një lloj synimi, pra, nga që edhe në vitin e fundit të mandatit të qeverisës të vetëvendosjes kishte tentim nga vetëvendosja dhe PDK-ja për të shkuar në zgjedhje të reja kësaj radhe. A mund të ketë dakordim me PDK-n pra për të shkuar në zgjedhje të reja pas konstituimit të kuvendit? Ne nuk kemi pasur nevojë absolutisht për një parti tjetër në raport me çështjen e shkuarjes në zgjedhje, sepse ka qenë pikërisht qeveria e udhëhequr nga ne. Ne kemi qenë të përcaktuar në përmbylljen e një mandati të plot, karshi obligimeve të cilat na i ka dhënë qytetarët. Mbani mend takimin, 10 kurti me zotin Krasniqi. Prap ne kemi pasur dhe qeverinë edhe përmes le të themi mundësive të tjera shkohet në zgjedhje, mirë po asnjëherë nuk ka qenë çështje e vullnetit të tonë. Ne çka jemi përballur për çka mandatit është që nga 3 mujori ose 4 mujori i marrjes së mandatit kemi pasur një opozitë e cila është thirrur në nevojën për të shkuar në zgjedhje. Mirë po asnjëherë nuk ka vepruar në atë sens dhe ne kemi përmbyllur nuk e përkrau LDK-ja e AK-ja të plot.
Një mandat të plot. Kjo nuk ka qenë asë një herë synimi, mirë po asë nuk vazhdon të jetë synimi primar. Synimi primar pra ka të bëj me konstituimin e institucioneve. Nevojat janë emergjente në kuadër të çështjeve të cilet edhe rrethonat gjeopolitike edhe krizat mund të them globale i imponojnë që të kemi institucione stabile, padyshim ato të sigurisë, të ekonomisë, çështjeve të tjera të cilat gëzojnë një sensitivitet më të lartë, dhe besoj që kjo dhe dëshmuhet edhe përmes hapave konkret të marrë nga ne, qoftë thirrjeve të vazhdueshme nga deputeti Dehari, mirë po gjithashtu edhe hapave konkret të ndërmarra edhe nga kryeministri Kurti që të takojë liderët e partive politike tjera në kuadër të arritjes së një dakordance për të vazhduar tutje me institucionet. Si vetëvendosja si guxo dhe alternativa i një shprehur të bindur se do të keni numrat e nevojshëm, por që s'po i keni as të minoriteteve jo serbe. Nga Duda Balje nuk pranon të votoj pro konstituimit të kuvendit dhe as të qeverisë. Pse kjo situatë edhe me minoritetet jo serbe? Ne faktikisht kemi thënë që për qeveri ne i kemi numrat dhe është një hap të cilët ne kemi konfidencë se mund të ecim tutje, sepse ajo po që i takon përgjegjësi të parit dhe ai që qeverisë duhet të sigurohet që të ketë edhe mbështetjen e nevojshme, qoftë atë parlamentare për qeveri, mirë po edhe për pjesën tjetër që procedon. Çështja ka qenë e vazhdueshme diskutimi karshi përbërjes së kuvendit, sepse kuvendi është institucioni më i lartë i përfaqësimit. Përfaqësimi pastaj në pozita bëhet konform peshës dhe fuqisë politike që kanë subjektet politike. Tash për qeverinë e keni numrat? Andaj ka nevojë kërkesën e nevojshme. Për qeverinë e keni numrat? Ne i kemi numrat për të vazhduar çështje tutje. Vetëm për konstituimin e kuvendit ka nevojë për një diskutim të përgjithshëm. Për të marrë përgjegjësi të gjitha subjektet. Sepse po ata i gëzojnë ato funksione që janë nga të gjitha subjektet, apo një pjesë e konsiderueshme subjekteve. Ka pasur edhe deklaratat të tjera që kanë ardhur edhe nga eksponent të listës Guxo, në fakt nga bashkëkryetarja e listës Guxo, partisë Guxo, Donika Gërvalla, pikërisht në një intervistë që kam realizuar, unë ka thënë që ekziston rrezik se mund ketë votim nga disa deputet edhe të listës serbe për ta diskredituar qeverinë Kurti. A mund të ketë të tillë? Ne kemi pasur raste në të kaluarën që edhe përkundër proceseve të cilat kanë gëzuar shumicën e votave, kujtoj atëherë mbi 64 vota, ka pasur potencialisht pjesëmarrje të deputetëve nga lista serbe, ndonjëherë edhe në tendencën e krijimit të asocimeve potenciale dhe percepcionit, po ashtu siç e ka përmendur pra edhe kryetarja e partisë Guxo, pra ministrja Gërvalla. Mirë po, pra ne e bëjmë të qartë dhe të ditur edhe këtë fakt, për arsye që dëshirojmë që të dihet edhe para opinionit, që lëvizja vetëvendosje nuk bashkëpunon me listën serbe, e ka kundërshtuar edhe certifikimin e saj, gjithashtu e cilëson që është akter i cili ka marrë pjesë edhe në akte terroriste, karshi interesit të vendit, karshi sovranitetit të vendit dhe njohjes së përgjithësisë të Republikës së Kosovës. Andaj duke i ditur potencialisht edhe plane karshi një mundësie të tillë, e ndjejmë edhe ne përgjithësi që ta bëjmë të ditur për opinionin publik se ku qëndrojmë edhe se si mund të jemi potencialisht rrethonat nëse ka hapa të tillë të ndërmarrë. Andaj kjo besoj që ka qenë arsyeja mbi të cilën e ka shpalosur edhe si informacion pra rreziku pra thoni që ekziston. Unë nuk mund ta parashikoj se çka mendojnë ata, por në qoftë se ka një veprim të tillë, është e jona që të jemi transparent para opinionit publik dhe ta kuptojmë pra qartë situatën se ku e si e pse ndodh. Mirë po gjithashtu ku kanë qenë edhe qëndrimet tona, karshi gjithë proceset, gjithashtu edhe këtij subjekti. Në kohën sa kishte tentime për konstituim të kuvendit të Republikës së Kosovës, kishte protesta shumë afër kuvendit të Kosovës kundër shtrejtimit të energjisë elektrike zonës ato, si përmendet edhe ju nevojën për të marrë edhe me tema të tilla qoftë ekonomike e të tjera, pse u rrit çmimi i rrymës? Po ne kemi një organ si ZRI-ja, e cila është zyra rregullative e energjisë, e cila bën përcaktimin e tarifave dhe normave tjera që ndërlidhen me sektorin e energjisë. Ne si qeveri ose si subjekt politik kemi dërguar komentet tona, në sensin që duhet të reflektohet mbi alternativat potenciale dhe potencialisht pra të manovrohet qoftë me bloqe, qoftë me barrën se ku bie,
ku propozimi jonë ka qenë që parimisht aty ku konsumohet mbi normën normale ose mesatare në një shtëpie, atëherë të konsiderohet pra edhe çështja e shpërndarjes së barrës. Këtë dokumente nuk është që janë marrur parasysh, ka pra një vendim i cili është nxjerrë nga zyra rregullatorit të energjisë, po të kishim pra një kuvend të konstituar së bashku me trupat e saj, pra kjo është një kompetencë e Komisionit për Ekonomi, e cila e fton në raportim për sqarimet e tjera më nevojshme dhe argumentimet më të nevojshme mbi këtë proces, si dhe se ku e kanë bazuar pra një vendimarrje të tillë. Pra në këtë rrethon, unë po them dhe bazoj për argumentin mbi qasjen tonë, mbi komentet të cilat i kemi dërguar dhe kërkesën edhe tonë, pra që të reflektohet mbi potencialisht paraqitjen e kësaj ose shpërndarjen e kësaj te grupet qytetare. Kjo rritje është pranueshme apo jo? Gjithashtu duhet kuptuar që çështja e rritjeve shpeshherë vjen për shkak të nivelit të importit, duke pasur pra nevojë që të importohet energji elektrike. Dhe kur e importon, ti e importon me çmimet ndërkombëtare. E çmimet ndërkombëtare nuk është diçka të cilat ne si Kosovë apo si qeveri apo kushdo tjetër që arrin të përcaktojë. Ato i përcaktojnë pra tregjet globale dhe rrethonat të cilat kanë ndikuar në shtrejtimin e saj, ne besoj që i kemi në dieni që ka ndodhur edhe si pasojë edhe krizës mes Ukrainës dhe Rusisë që ka le të themi çrregulluar edhe sektorin e energjisë dhe pastaj kjo ka ndikuar në shumë tregje. Po, kjo rritje pra e çmimit të energjisë elektrike është e papranueshme edhe për ju, nga që dëmton këto qytetarët. Ata faktikisht e bëjmë vlerësimin, do të thonë konform reflektimit mbi tarifa se ajo se çka është bler, pra duhet të paguar. Pra sa është bler, nënkupton se varet edhe nga çmimi mbi të cilin është bler nga tregjet ndërkombëtare. Ata besoj që do ishte kanë nevojshme që me sqaru dhe me argumentu këtë më mirë edhe për neve, që dhe ne me kuptu ma qartë dhe gjithashtu edhe me u dakordu në potencialisht hapat e nevojshëm se si esin tutje. Mirë po çështja e çmimeve, thash që shpeshherë varet edhe nga faktorët e jashtëm. E jona do të ishte sepse ne i përgjigjemi rrethonave të tilla. Pra ne kemi disa vite radhazi që është subvencionuar një pjesë e energjisë për kategoritë më të cenueshme, gjithashtu është subvencionuar pjesa e shtrejtimit pra për herën e parë, gjithashtu janë mbështetur edhe familjet qoftë me pajisje për energji eficiente, kështu që këtu janë pasaj politikat e qeverisë që i ndërmerr që ti kundërpërgjigjes një rrethon që mund të ketë si pasojë e faktorëve të jashtëm. Qeveria, ka shqip si situate. Absolutisht që kanë qëndruar e heshtë, po përmendi disa herë radhazit të cilat janë marrur masa vazhdueshme. S'kan ndikuar fare. Një herë pra përmes subvencionimit të pjesës së rritjes. Për vendimarrjen. Padyshim që ndikon. Kurse krahas këtyre, pra vlen të përmendet që ka pasur pra projekte të ankandeve mbi 100 MW pra solare, cili është në projekt në ndërtim e sipër, gjithashtu dhe ankandin e erës. Kur të kemi dhe këto kapacitetet të energjisë pastaj në rrjetin tonë, besoj që kjo pastaj e zbret edhe nevojën për import, sepse duhet të jemi pra sinqert që kërkesa jonë është më e madhe se sa ajo që ka prodhon keku. Andaj kjo kompenzohet përmes importit. Kemi parë qëndrime nga LDK që thonë që nëse do të ketë konstituim të kuvendet do të kërkojnë shkarkimin e bordit të zërrejës. Jo, si vetëvendosje, si do të veproni gjithnjë nëse ka konstituim të kuvendet e Kosovës për kitazi me këtë rritje të çmimit të energjisë elektrike. E thash edhe një herë, pra kjo do të jetë pjesë e diskutimeve dhe argumenteve që sjellin ata në tavolinë. Kërkesa e tregut tonë për energji elektrike është më e lartë se sa prodhimi jonë vendor. Pjesa tjetër e cila importohet, ajo importohet me çmim të tregjeve ndërkombëtare. Mirë po kjo duhet shihet pastaj në kontekstin se si është vendosur formula e shpërndarjes së kësaj barre konform kategorive. E cika që ne kemi qenë illtarë që kjo të bëhet në një le të themi distribuim më ndryshe, karshi nevojës dhe rëndesës sipas rrethonave ekonomike, mirë po gjithashtu edhe normave të shpenzueshmërisë dhe kjo besoj që pastaj kërkon edhe një lloj diskutimi edhe tonë të brendshëm edhe reflektim mbi këtë vendimarrje. Andaj jam kritike ndaj kësaj rrethone, mirë po kjo e kërkon pra edhe një kuptueshmëri më të qartë pse ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Por a jeni edhe kritike nga që rritja e çmimit të energjisë elektrike nuk vlen për veriun e Republikës së Kosovës zonja Statovci? Kemi parë qëndrime nga zërreja kontradiktore, një ditë më pas e konfirmon se s'ka rritje për ato komuna.
Zyra e rregullatorit të energjisë e rregullon me tarifat e veta furnizuesin universal energjetik. Që në këtë rast, pra KESCO është një prej institucioneve që e gëzon licencën për furnizim në raport me, le të themi, komunat ku e ka për obligim që ta furnizoj qytetarin me energji elektrike. Për këto, në mënyrë që duke konsideruar këtë një si të mirë esenciale publike, pra vendoset një mekanizëm i cili të rregullon karshi normave se sa vendos që ti ta tarifojsh pra qytetarin në përgjithësi. Ne dim që kemi pasur një historik të gjarë dhe të gjatë, ku rryma në veri nuk është paguar. Nuk është paguar pra që nga pas lufta e tutje. Ka pasur pra vite ku ajo kosto, sepse ajo energji duhet të blehet dikon për ta furnizu dikën me energji, pra ka pasur vite ku ajo pra është shpërndar qytetarëve të Republikës së Kosovës, e cila pastaj është kontestuar në gjykatën kushtetuese. Duke bërë këtë të ditur, ne pra kemi vendosur që të mos vazhdojmë tutje pra me një praktikë të tillë, mirë po as me çështje të subvencionimit nga ana e qeverisë, mirë po shpeshherë pra institucionet janë detyruar që fitimet e veta t'i përdorin në kuadër të çështjes së balancimit se as se çka e blen ta faturojnë. E padyshim kur janë tregje ndërkombëtare, sepse pjesa e veriut sipas dispozitave ligjore pra është dashur që të furnizohet përmes importit. Pra është dashur të importohet energji në mënyrë që të furnizohen ato komuna me energji elektrike. Sipas marrëveshjes së 2013-s, 2015-s. Ashtë qasë diskriminuese? Lutem, atje s'u pagu hiç. Do me thonë, ti ke pasur rrethon që nuk është pagu hiç. Sipas marrëveshjes së 2013-s dhe 2015-s, pra është vendosur që të bëhet faturimi ku kompania pra Elektroserver ka aplikuar sipas dokumentacionit të Republikës së Kosovës dhe ka marrur licencën që ai të jetë institucioni që i furnizon pra këta temi qytetarë. Po kjo ka qenë një marrëveshje të cilën ne kemi trashëguar dhe ne nuk kemi qenë udhëtar të asaj qasje dhe kemi kundërshtuar si qasje, mirë po pra ka qenë një diçka të cilën vetë se ka qenë e bartur nga qeveritë paraprake, mirë po për një kohë të gjatë kjo kompani pra nuk është drejtuar institucioneve tona me terminologjinë korrekte, duke përdorur pra terme të papranueshme për institucionet e Republikës së Kosovës, andaj pastaj ka apliku me terminologjinë karshi Republikës së Kosovës, ka marrë licencën, i furnizon, i faturon dhe i inkason mjetet e saj, karshi asaj se çka ofron. Por, besoj që pajtojnë apo jo, që është qasje diskriminuese. Kjo është kontestuar edhe në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e merr edhe për bazë çështjen e kontekstit edhe politik, sepse ndodh kjo, mirë po gjithashtu e merr për bazë edhe çështjen e një marrëveshje ndërkombëtare e cila ka ndodhur pra në kuadër të bisedimeve në Bruksel, kështu që e trajton këtë aspekt. ZRE-ja besoj i merr informacionet nga të gjithë furnitorët se si operojnë, sa operojnë dhe po mund të ishte pra që të shpalosë të detaje edhe në Komisionin për Ekonomi për të kuptuar edhe një më qartë edhe prej tyre sepse mandatohen nga kuvendi për të ushtruar atë funksion dhe detyrë. Kjo ishte edhe pyetja e fundit për këtë intervistë. Falenderoj shumë zonja Satose për praninë në Infonata. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, me këtë bisedë mbyllim edicionin e Infonatës për sonte. Bashkëhemi nesër, natën e mirë. Mirupafshim.